Atëherë çapja një fitore e rëndësishme në Durrës, sa i vlen Elbasanit për vijimësinë e këtij kampionati. Të them të drejtën, ekipi po tregon që ka forcë, duke marrë shkallë nga ndeshja e kaluar, përveç ekipit që zhvilloi ndeshjen me Partizanin. Ishte një ndeshje luftuar fort dhe mendoj që ishte një nga ndeshjet më të mira, duke parë dhe që ne ishim me një lojtar më pak. Pra tregum që ne kemi forcë, karakter dhe stabilitet. Fituam ndeshjen me Partizanin, morali ishte shumë i lartë dhe ndeshja në Durrës tregoi që shkuam me moral të lartë dhe ekipi mendoj që po tregon stabilitet. Tani menjëherë vjen ndeshja e kupës, nuk ka vend për eufori, gjysmëfinale, shanse për shkuar finale. Si e prisni? Të them të drejtën, do jetë ndeshje e luftuar fort, sepse marrë shkallë dhe nga ndeshja e parë që kemi barazuar me Egnatjen. Egnatja besoj që objektivat siç e kemi ne ka dhe Egnatja për të luftuar fort si për kupën ashtu dhe kampionatin. Mendoj që do bëhet një ndeshje e fortë, por në fund besoj që ne mund të, duke parë dhe ecurin, pra e theksova edhe më përpara që mund të dalim fitimtarë. Një thirrje ndoshta për tifozët që pyetin shumë. Them të drejtën, ne ti e di, ne jemi qytet sportdashës, kështu që i bëj thirrje të jenë të shumë numër, jo që s'do jetë, po ekipi Elbasanit, nëse do jetë gjithmonë në rritje, pra dhe në renditje, të jenë sigurt që tifozoria nuk do mungoj. Ndërkohë, më pas vjen Vllaznia për kampionat, edhe aty duhet një pjesë e titullit. Të them të drejtën, unë mendoj që ti marrim ndeshjet 1-1. Pra, ditën e mërkurë është shumë e rëndësishme pra ndeshja e kupës dhe ti shkon në finale nëse e kalon atë. Pastaj gjërat vinë duke ardhur dhe duke u rritur. Duhet me fitu ndeshjen me Egnatjen, akoma më shumë morali, sepse cilësinë ne e kemi dhe morali është shumë i lartë dhe mendoj që do luftojmë fort nga të dyja frontet, si për kupën ashtu dhe kampionatin. Titulli i fundit 20 vite më parë me ju në fushë, a do të nderojë Elbasani? Të them të drejtën, më duket sikur ka ardhur koha. Dhe mendoj që është koha e dur për ne që të ngrejmë trofe, si kupën ashtu dhe kampionatin. Jemi të dyja në rrugën e dur. Mendoj që ka ardhur koha që ne të shpallemi kampion Shqipëria.